أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Po fillojmë me ligjëratën e 78 të shpjegimit apo të leximit të veprës Maraki el Falah, Sharh Nurul Idah të Imam Shërumbulalit rahimahullah. Ligjëratën e fundit kemi folë për haxhin dhe ruknët e haxhit, shtyllat esenciale të haxhit. Kemi arrit deri te tema wajibatul haxhi, vajibat e haxhit. Vajibat, ashtu si që kemi shpjeguar edhe herëve tjera, edhe te namazi, edhe te agjërimi, edhe te çështje tjera, kemi thënë se vajib është dispozita e cila është e argumentuar me argument jo të prerë, ose mënyra e argumentimit është jo e prerë. Pra është një derexhe ose një kategori nën farzin. Te vajibat e namazit, lëshimi i vajibeve të namazit obligon, nëse bëhet me harres, obligon sejdë të harresës, sehvi sejdë, kurse lëshimi i vajibeve te haxhi obligon prerje të kurbanit. Pra kjo është dallimi mes haxhit edhe namazit. Min vajibatil haxh, prej vajibeve të haxhit janë inshaul ihrami min al miqat. Veshja e ihramit prej miqatit. Miqatet janë vende të caktuara që ata të cilët udhtojnë për në Mekë, për në haxh, madje ose për në umre, madje dietarët kanë thënë ata të cilët udhtojnë edhe për tregti në Mekë, nuk guxojnë me tejkaluan mikatin, pra vendin e përcaktuar, pa veshjen e ihramit. Kur jemi te haxhi dhe te umre, prej vajibeve të haxhit është që mikati, pra vendi ku është i përcaktuar, siç është për haxhitë tonë që shkojnë, janë 5 mikate rreth Mekkës, po zakonisht haxhitë tonë shkojnë përmes mikatit Dhul Khulejfe, aty duhet të vishen ihramat, mund të vishen edhe përpara, pra mund të vishen edhe para mikatit, mund të vishen edhe më larg, sikur ne që shkojmë këtu t'i vishen edhe prej shtëpijës, nuk prish punë, por nuk lejohet të kalohet mikati pa veshjen e ihramave. Ihramet janë 2 pjesë të rrobave, pjesa e poshtme e rrobës, të cilët nuk janë të qepura, dhe pjesa e epërme, këto 2 pjesë quhen ihrame gjatë vizitës së haxhit, respektivisht kryerjes së haxhit. Nëse tejkalon mikatin, obligohet me 2 çështje. Ose obligohet të kthehet sërish në ihram, në mikat, dhe të vesh ihramin, nëse ka kalu mikatin më afër, ose obligohet të kthehet në mikat, ose mund t'i vesh ihramot prej ati ku është, po duhet të therr kurban sepse ka bërë lëshimin e vajibit. Ihramët, ose respektivisht mikati, është obligim, pra veshja e ihramëve prej mikatit, është obligim për ata haxhilerë të cilët banojnë jashtë mikateve, që janë jashtë vendeve të përcaktuara. Për haxhit që janë në Mekë ose që jetojnë brenda mikateve, në periferi të Mekës, për ato nuk është obligim mikate, ato nuk duhet që të vinë mikat dhe përsëri të kthehen në
Mekë. Pra, vajibi I parë I haxhit është insha'ul ihrami min al miqat. Veshja e ihramit nga mikati, e ato janë 5, pra xhitet tonë është më e rëndësishme që quhet Dhul Khulejfe, që shkohet prej Medinës për në Mekë. Vajibi I dytë është meddul wukuf bi Arafat ila al-ghurub. Qëndrimi në Arafat deri në perëndim të diellit. Qëndrimi në Arafat ditën e 9 të muajit Dhul-Hijja, që quhet dita e Arafatit, qëndrimi në Arafat është farz. Mirë po, farzi fillon prej zevalit, e cekëm të farzët e haxhit, në ligjëratën e fundit, prej zevalit, prej zenitit, ditën e Arafatit, dhe qëndrimi në Arafat prej zevalit, respektivisht përfshirja edhe një pjesë të natës, është vajib. Pra ba'de gurubi shems, pas perëndimit të diellit, qëndrimi në Arafat qoftë për një moment është vajib. Që nënkupton, qëndrimi brenda ditës në Arafat është vajib, qëndrimi I një pjese të natës në Arafat është vajib. Çfarë nënkupton kjo? Nëse dikush ka dalë në Arafat ditën e Arafatit mas namazit të akşamit, e ka kry haxhin, ky e ka arrit farzin. Farzin e ka arrit, e ka lëshuar një vajib. Dhe ai vajib është qëndrimi në Arafat brenda ditës. Pra haxhin e ka të vlefshëm, për lëshimin e vajibit obligohet me therrje të kurbanit. Prandaj thot meddul wukufi bi Arafat ila al-ghurub, qëndrimi në Arafat deri pas perëndimit të diellit është vajib. Nëse ka dalë para perëndimit të diellit, e ka lëshuar një vajib dhe obligohet me therrje të kurbanit. Vajibi I tretë është qëndrimi në Muzdelife pas namazit sabahut ditën e Bajramit. El-wukuf bi Muzdelife fima ba'de fajri yawm an-nahri wa qabla tulu'i ash-shamsi. Këtu do të përplaseni me idetë e dikujt tjetër pastaj. Qëndrimi në Muzdelife, luginën e Muzdelifës, pra haxhit prej Arafatit shkojnë në Muzdelife atë natë. Në Muzdelife e falin namazin e akşamit dhe namazin e jacijës bashkërisht xhema. O kastrëm kuptohet. E falin namazin e akşamit dhe jacijës dhe qëndrojnë në Muzdelife. Largimi prej Muzdelifës para namazit sabahit nënkupton lëshim të vajibit. Kjo me automatizëm nënkupton se obligohet me therrje të kurbanit. Sepse dietarët thonë, al-wukufu bil Muzdelife fima ba'de al-fajri yawm an-nahri. Qëndrimi në Muzdelife pas mëngjesit, pra pas sabahit, yawm an-nahri ditën e Bajramit, qabla tulu'i ash-shamsi, para se me lind dielli. Fajrë sadik, kur lind mëngjesi I vërtet, falet namazi I sabahit. Qëndrimi në Arafat, walau lahadhaten, qoftë edhe 1 minutë, qoftë edhe 1 moment, pas namazit sabahit në Muzdelife është vajib. Lëshimi I saj nënkupton se ka lëshuar një vajib dhe me automatizëm ai obligohet me therrje të kurbanit. Dikush prej dietarëve mendon se kjo është edhe farz. Te disa dietarë, por nuk është kategorinë e farzit. Walau sa'atan ba'da al-fajr, do thotë qoftë edhe 1 moment mas namazit sabahit është qëndrimi në Muzdelife është vajib. Fa an Aisha radhiyallahu anha qalet
Hazreti Aisha e ka një transmetim, thot Sauda, gruaja e pejgamberit alayhis salam, thot istadhanat Rasulullah, kishte kërku leje prej pejgamberit alayhis salam për shkak të shëndetit të saj, që ajo të largohet prej Musdelifës para namazit sabahit. Dhe pejgamberi alayhis salam e lejoi Saudën. Dietarët e mëdhëbit Hanefi thonë, me që e lejoi Saudën që të largohet para faljes së namazit të sabahit, jep me kuptu se nuk është farz, sepse po të ishte farz, nuk do të mjaftonte leja, sepse nuk mund të japin për leje prej farzit. Prandaj qëndrimi pas sabahit ngel në kategorinë e vajxhibit. Pas daljes nga Muzdelifa, dhe pra tham dalja prej Muzdelifës, bëhet pas faljes së namazit të sabahit në Muzdelife dhe qëndrimit që është vajxhib, është ramyul gjimar, gjuajtja e gurëve. Gjuajtja e gurëve, guraleceve që ne i quajmë në mine. Gjuajtja e gurëve, pastaj në vene, se gjuajtja e gurëve është vajxhib. Gjuajtja e gurëve është vajxhib. Mënyra se si gjuhen, koha kur gjuhen janë prej sunetëve, në vinte të sunetët, kur gjuhen gurët, si duhet gjuhen. Por, prej sunetëve të gjuajtjes së gurëve, është që ato të gjuhen pas lindjes së diellit ditën e Bajramit. Zatën, ata të cilët e plotësojnë vajxhibin në Muzdelife, qëndrojnë pas namazit sabahit walau lahadhatan, edhe për një moment në Muzdelife, ato edhe po deshtën nuk kanë mundësi me i gjujt gurët para lindjes së diellit. Ramyul gjimar, gjuajtja e guralecve. Prej vajxhibi i pest është wa dhabhul qarini wal mutamatti'. Llojet e haxhit, na vjen duket më vonë kjo njësi. Llojet e niyetit të haxhit janë 3: haxhi ifrad, haxhi qiran edhe haxhi tamattu. Haxhi ifrad është haxh që kryhet pa kurban. Niyeti për kryerjen e haxhit pa umre është haxh ifrad, për ata quhet tek ifrad, i dallum. Haxhi qiran edhe haxhi tamattu janë niyetet të haxhit që bëhen për kryerjen e umrës dhe të haxhit, dhe në këto dy lloje të haxhit, prerja e kurbanit është obligative, është pjesë e haxhit. Te ifradi nuk ka kurban. Te haxhit tamattu, na vjen më vonë me i shpjeguar, por autori këtë thot, dhabhul qarini wal mutamatti, këtu personi, ai që është me nijet të haxhit qiran, quhet qarin. Edhe ai që është me nijet të haxhit tamattu, quhet mutamatti. Pra, prerja e kurbanit për haxhiun që është me haxh qiran edhe me haxh tamattu. Edhe te ne kohëve të fundit, më herët ka qenë shumica e haxhive tonë kanë qenë me haxh ifrad, tash shumica e haxhive janë me haxh tamattu, që do të thotë se pjesë e haxhit të tyre është edhe kurbani. Pra, pasi ti gjuhën gurt, niset prej Muzdelifës, i gjuhën gurt, pas gjuajtjes së gurëve, bëhet therrja e kurbanit. Mas therrjes së kurbanit është el halku, wa takhsisuhu bil harami wa ayamin nahr. El halku është qethja ose rrurja, po rrurja këtu, që të mos kuptojmë dallash, është rrurja e kokës, jo rrurja e mjekrës, sepse rrurja e mrekës është minimumi i saj është me kruhi tahrimen. Rrurja e Mekës. Pra, është për qëllim prerja, qethja ose rrurja e kokës.
wa takhsisuhu, njone këtë mirë, këtë se kemi probleme të kjo. Ky lloj i ruarjes së flokëve është specifik e cila bëhet në harem, jo diku tjetër, harem. Wa ayamun nahr, edhe bëhet mbrenda ditëve të Bajramit. Në fakt, ditës së therrjes së Kurban Bajramit. Ditës së therrjes së kurbanëve. Wa taqdimu rremji ala al-halq. Vajib është që gjuajtja e gurve të bëhet para se të qethet. Nëse qethet përpara, pastaj e gjuan gurt, e ka lëshu vajibin. E ka prish vajibin, obligohet me kurban. Wa nahru al-qarini wal mutamatti bainahuma. Prerja e kurbanit të haxhiut me haxh kiran edhe me haxh tamattu bëhet bainahuma, mes atyre dyjave, mes të dyja kujnë janë? Mes gjuajtjes së gurve dhe qethjes. Pra, i gjuan gurt, e therr kurbanin, pastaj qethet. Prerja e kurbanit është mes gjuajtjes së gurve dhe qethjes. Nëse prishet kjo rënditje, obligohet me kurban, se e ka lëshu një vajib. Wa iqa tawaf az-ziyarati fi ayam an-nahr. Kryerja e tawafit ziyaret, që është fars, tawafit fars, brenda ditëve të therrjes së kurbanit. Ajo është deri kur? Te ne. Deri ditën e 4, kur përfundon koha e Bajramit, kur përfundon koha e therrjes së kurbanëve. Kryerja e tawafit deri në këtë kohë është vajib. Lëshimi i tawafit është farz, prishja e haxhit. Nëse lëshohet farzi, prishet haxhi. Po ki i ka gjuajt gurt ditën e parë, i ka prek kurbanët dhe është qeth. Ki nuk e ka bë tawafin ziyaret. Momentin kur është qeth, ki është liru prej ihramave. Lejohen disa veprime përveç marrëdhënieve me bashkëshortën e tij. Lejohen veprimet e ndaluara në ihram, përveç sepse nuk është lirim i plot. Lirimi i plot bëhet pas kryerjes së tawafit ziyare. Ky tawaf i ziyaret është vajib të kryhet deri ditën e 4 me namazin e qindjes, pra në ditën kur therrët, kur lejohet prerja e kurbanëve. Nëse e kalon këtë kohë dhe ke bërë tawafin të ditën e 5, farzin e ke plotsu, si farz tawafin ziyaret, por alejke dem, obligohesh me therrje të kurbanit për shkak të vonimit të farzit jashtë kohës së lejuar. Sa'yu bejnë Safa wal Marwati fi ashhuril hajj. Kryerja e sajit, që është vajib, 7 lëvizjet, 7 ecjet, Safa, Merve, Safa, quhet saj. Kryerja e sajit mes Safas edhe Merves është vajib nëse kryhet brenda muajve të haxhit, për dallim prej tawafit ziyaret që është brenda ditës kur lejohet therrja e kurbanit. Wal mashyu fihi liman la udhra lah. E këtu ecja në tawaf dhe ecja në saj. Ecja në këmbë, wal mashyu është ecja në këmbë. Ecja në këmbë, kryerja e tawafit duke ecur dhe kryerja e sajit duke ecur është vajib. Limen la udhra lah, për atë që nuk ka arsyetim. Nëse është invalid me një këmbë, e së në ecë. Nëse është i shëmur që së në ecë. Por, nëse ai ka mundësi me ecë,
Po i vjen malet me ato karrocët tani çka janë këtë kohën bashkohore, elektrike, ullët të ti si zotni, dhe donë me bo tavafin si zotni me atë karrikën, këti nuk i lejohet, sepse ki s'ka arsjetim. Jo që nuk i lejohet, që ka mangësi, sepse mos të harrojmë gjithmonë kur themi vajib, për mos kryerjen e vajibit ka dënim. Por, ai obligohet edhe me therrje të kurbanit. Qoftë në tavaf, qoftë në saj. Nëse nuk ka mundësi me ecë, atëherë e ecë ose duke e barë dikush, ose me karroce, ose me mundësi në tjera. Por nëse ka mundësi, ai nuk lejohet të banë duke, dhe thot ullur në diçka, ose të banë mbi kafsh, në literaturë përmendet fjala kafsh, alë dabbetin, sepse në atë kohë nuk ka qenë qabja kështu e rregullume, në atë kohë në pejgamberit sahabe, tavafi ka mund bëhet edhe me kafshë, s'ka qenë ki standard në atë kohë. Sot është e pamundër ajo, se asit lanë ti me deve në xhami. Po sot janë ndryshu me kulica elektrike të ndryshme. Pra, që duhet t'ju shpjegojmë njerëzve kur jemi me axhit. Çdo kush e ka udhrin, arsjetimin e ka ai, unë nuk e kam arsjetimin e askujt. Por jo, unë mundi me e bë tavafin edhe në kam, po kështu po më vjen malet, por nuk e të drejtë. Kur ti thu se unë mundi të bëj sajin, po kështu po më vjen malet, po e di që të vjen malet, se këtë edhe budalla e di që të vjen malet. Por obligohesh me therrje të kurbanit. Wal mashyu fihi liman la udhra lah, ecja pra në tavaf dhe në saj për ata të cilët nuk kanë arsjetim është vajib. Wa bad'atu as-sa'i min as-safa, fillimi i sajit duhet fillon prej kodrës safa. Do thot, nëse ka fillon merve, ka i axhiu ka i në merve, dhe ka arën safa, këtë udhëtim e ka tepër, kjo nuk është pjesë e sajit. Atëherë kjo nuk i llogaritet. Ai duhet fillon prej safas. Nëse fillon prej safas, me 7 ecje përfundon në merve. Sepse fillon safa, në merve është 1. Merve safa 2. Gjithmonë, teki, qifti është të vendi kur kunisësh, apo? Derisa janë 7, do thot, fillon në safa, përfundon në merve. Nëse sajin e fillon në merve, kjo ecje e parë nuk konsiderohet. Por nëse ai vazhdon dhe ka mgull dhe përfundon safa, se janë 7, atëherë detyrimisht përfundon safa, atëherë ai ka bërë lëshimin e vajibit dhe obligohet me therrje të kurbanit. Inna safa wal marwata min sha'airillah. Kur ka ardhur kjo ajet, e kanë pyet pejgamberin alayhi salatu wassalam, i kanë thënë ja Rasulullah, si ta bëjmë këtë? Ka thënë ibda'u bima bada Allah. Sajin fillone, ashtu si ka fillu Allahu xhalla shanu. Pra si ka fillu Allahu xhalla? Inna safa wal marwa. Fillon safa, përfundon në marwa. Prej vajibeve të haxhit është tawaful wada. Tawafi i lamtumirës, që ne e quajmë është tawafi i fundit, që ka bëhat që më haxhit nisën për në vendet tjera ose për shtëpitë të tyre. Tawafi wada është vajib për ata të cilët nuk janë banor të Mekkës. Yani çka do thotë to? Ej lil afaqi. Afaqi konsiderohen banorët që janë jashtë mikateve, sikur ne shka jemi. Për neve është vajib, për ato shka janë mrenda ose të vendit, për ato nuk është vajib. Sepse la yunfiranna ahadukum hatta yakuna akhira ahdihi bil bayt. Sahihul Muslim,
Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin e transmetuar prej Ibni Abbasit, thot mos largohet dikush prej Qabës, dikush prej juve nga Qabja, e vetëm se takimi i tij i fundit të jetë me Qabën. Pra, është për qëllim këto argumenti ku e marrin fukahat se tavafi është vajib. Wa bada'atu kulli tawafin bil beyti min al-hajar al-aswad. Fillimi i çdo tavafit duhet të filloj prej te guri i zi, Hajarul Aswad. Ka mendime se kjo është edhe sunnet nëpër libra, por në methebin Hanefi thuhet se është vajib. Pra, kur hyn ka guri i zi, prej atij e fillon tavafin, kullu tavafin, çdo tavaf, qoftë ai farz, qoftë tavafi vajib, qoftë sunnet, qoftë nafile, s'ka lidhje, çdo tavaf duhet fillon prej te guri i zi, ose nëse ke fillu nga një vend tjetër, sjelljen e parë nuk e konsideron, por me të parën fillon në sjelljen e dytë. Do thot kur ke ardhur prej atij e fillon. Nëse lëshohet ki vajib, dihet se obligohesh me therrje të kurbanit. Wal mashyu fihi liman la udhra la, edhe në tavaf pra ecja është vajib, e përmendëm te Sa'i, thamë edhe tavafi, që e ka përmend më vonë, për ata të cilët nuk kanë arsyetim. At-taharatu min al-hadathain. Duhet të jetë i pastër, më shkurt, duhet të ketë abdest, pra të mos jetë at-taharatu min al-hadathain, bëhet thuhet të ketë abdest, ose të mos jetë pa abdest dhe të mos jetë gjunub. Për ta kryt tavafin në Qabe, është vajib që personit të ketë abdest dhe të mos jetë i papastër. Nëse e ka kryt tavafin pa abdest, ka braktisur vajibin dhe obligohet me therrje të kurbanit. Nëse e ka kryt tavafin duke qenë gjunub, obligohet me kurban të madh. Nëse shkojmë në terminologjinë tjetër, 7 kurbanët vogli. Pse kështu? Sepse tavafi, abdesi, nuk është kusht i vlefshmërisë së tavafit, por është dispozitë e cila quhet vajib. Kjo është sipas mendimit të medhhebit Hanefi. Të medhhebet tjera, të pasurit abdes, të qenurit me abdes në tavaf, është kusht i vlefshmërisë së tavafit. Do thot, nëse ti tavafin e ke bë pa abdes, tavafi i jot është i pa vlefshëm. Ku bazohen dietarët, të cilët thonë se tavafi, respektivisht abdesi është kusht i vlefshmërisë, bazohen te hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim al-Bukhari, thot at-tawafu bil beyti salatun. Namazi në Qabe, tavafi në Qabe është namaz. Illa annakum tatakallamuna fi, porse për dallim prej namazit lejohet të flasësh aty. Dietarët e medhhebeve tjera thonë, me këtë hadith, është se pejgamberi alayhis salam e krahasoi tavafin me namazin.
abdesi, a është kusht i namazit? Është kusht i namazit. Me që pejgamberi a.s. e krahasoi tavafin me namazin, atëherë edhe këtu është kusht i tavafit. Kjo është mendimi i shumicës së fukahave, përveç dietarëve të mëdhhabit Hanefi. Hadithi tjetër që e përdorin shumica xhumhuri i fukahave thonë, kur Aisha radhiyallahu anha i ka thënë pejgamberit, është anku te pejgamberi kur ka qenë haxhin e Lamtumirës, dhe është goditur nga menstruacionet, dhe i ka thonë pejgamberit ç'a duhet bëj tash, i thot pejgamberi, if'alu ma yaf'alu al-hajj. Bën çdo punë që e bojnë haxhit. Gajru en la tatufi bil bejt, porse mos bën tavaf në Kabe. Hatta tathuri, derisa të pastrohesh. Mënyra e argumentimit si është këtu? Mënyra e argumentimit është se Aisha radhiyallahu anhu i tregoi hallin që e ka pejgamberit alayhis salam. Pejgamberi i tha, vepro krejt si veprojnë haxhit. Illa në të tufi, por jo të bësh tavaf. Sepse jenë menstruacione, je pa pastër. Deri kur? Deri sa të pastrohesh. Këto janë dy argumente, dhe argumenti tjetër i shumicës xhumhurit të fukahave, thonë se pejgamberi alayhis salam, hadithi transmetuar te Imam Muslimi, pejgamberi alayhis salatu wassalam mori abdes, u bë gati për tavaf, hadithi, mori abdes dhe ju drejtua të pranishmëve. Tha, khudhu anni manasikul hajj. Dispozitat e haxhit merrni prej meje. Ç'a bëni pejgamberi? Mori abdes dhe hyri në tavaf. Dhe shokëve u tha, dispozitat e haxhit kryeni ashtu si i kryon. Pra merrni abdes dhe kryeni dispozitat e haxhit. Kjo është mendimi i shumicës së fukahave. Po ku qëndron mendimi i imamit, Imam Ebu Hanifës? Prej nga e nëzori ki se abdesi nuk është kusht i vlefshmërisë së tavafit, por se është vajxhib, edhe ki ka të njëjtët argumente. At-tawafu bil beyti salat, thot pejgamberi alayhis salam, tavafi në Kabe është namaz. Illa annakum tatakallamuna fihi. Thot e krahasoj me namazin, por thot e përjashtoj një rregull, illa, se kjo illaja është përjashtuese. Illa annakum tatakallamuna fihi. Pra nuk është plot namaz, sepse ju në tavaf mund të bani muhabet, bisedë, jo biseda pa lidhje, nëse mos kupton dikush se ti krish muhabetit. Pra mund të folni fjalë të lira, të cilat po që se i fole në namaz, prishet namazi. Do thot, pejgamberi alayhis salam thon këto, e ka dhënë vetëm për vlerën e tavafit që e ka pasur, jo për dispozitën e tavafit. Se kur ka ardhur dispozita ka thënë illa annakum tatakallamuna. Thot pra nuk është namaz. Dhe tjetër është me qenë namaz, dhe tjetër është me qenë si namaz. Përngjet yushabihu fil wujuh, përngjet në disa aspekte, dallon në disa aspekte tjera. Kjo është fiku i Ebu Hanifës. Thot, illa annakum tatakallamuna fihi. Thot, po ju, po flisni me atë. Në anën tjetër, namazi, që po e thotë e tavafu bil bejti salatun, illa annakum tatakallamuna, kjo është argumenti i parë, i Ebu Hanifës. Thot, po, e ka bon ngjashmëri, po ka përjashtim. Përjashtimi bëhet në dispozit. Argumenti tjetër që është i paluhatshëm i Ebu Hanifës, thot, ky hadith
ky hadith, sipas asaj që e thot Imam Nevaviu dhe Imam Bejheqiu, thot ky hadith është mawquf, nuk është marfu. Hadithin mawquf edhe marfu, mawquf te Ibni Abasi. Hadithi thot Imam Ebu Hanifja, ka thonë Imam Nevaviu, Imam Bejheqiu dhe disa të tjerë. Ky hadith nuk lidhet të pejgamberi, nuk është i ngritur të pejgamberi, ngel të sahabiu, të Ibni Abasi. Pra është hadith mawquf dhe nuk është hadith marfu. Argumenti i parë. Argumenti i dytë, hatta walau kana marfuan, edhe po të ishte hadith marfu që e ka thënë pejgamberi, është khabar ahad. Është hadith ahad. Hadithi ahad është dhaniu dilala, nuk është argument i prerë, por është argument jo i prerë. Prej argumentit jo të prerë mund të përfitohet vetëm dispozita e vazhibit e jo e farzit. Kjo është analiza që ka i bën Imam Ebu Hanifja këtyre, ose i jep përgjigje këtyre dy mendimeve të para. Kurse mendimi tjetër që e thot imami, realisht pejgamberi alayhi salam ka marrë abdes dhe ju ka thënë sahabe, khudhu anni manasik al-hajj, merrni prej muhe punë të haxhit, dispozitat e haxhit. Thot, ky hadith është për pranim, nuk është për obligim. Sepse po të kishte qenë kusht, atëherë do t'i kishte urdhëruar sahabët, do të thonë të merrni abdes. O ka thonë merrni dispozitat prej meje. Por s'u ka thonë se tavafin, nuk i ka thonë në mënyrë urdhërore që tavafi është kusht i vlefshmërisë, në kuptimin figurativ, në kuptimin e fjalës të urdhërit. Prandaj thot, na pajtohemi se tavafi, mos mendon dikush se po tha hoxha tavafi po baj edhe pa abdesi. Jo. Sepse duke u nis nga dispozitat e vajxhibit të ibadeteve tjera. Nëse ti këtë punë e ban me harres fe alejke dem, nëse ti e lëshon në vajxhibin në namaz, me harres ti obligosh me seviseshde. Nëse ti këtë tavafi e ban me harres, obligosh me seviseshde, me therrjet kurbanit. Por nëse ti e ban me qëllim, fa yajibu alejke al-i'ade. Ti duhesh ta përsërisish atë. Pra, mos të nënkupton dikush se pa merë, mos e tavafi po baj ka pa. Jo, sepse dallimi mes farzit edhe vajxhibit është minimal në aspekt argumentueshmërisë. Ai që e konteston farzin është kafir. Kjo është dallimi i vetëm. Ai që e konteston vajxhibin është fasik, nuk është kafir. Aspektin e argumentimit, farzi argumentohet me argument qati'u thubut wa dilala, argumenti i prerë, mënyra e argumentimit e prerë, vajxhibi argumentohet me qati'u thubut dhaniu dilala, ose dhaniu thubut qati'u dilala. Të dy njëna duhet të jetë dhaniu dilala. Pra, ky është mendimi sa i përket tavafit që të jetë i pastër prej, do të mos bën tavafi, dhe këtu bëhet fjalë për të gjitha llojet e tavafeve, nuk bëhet vetëm për një tavaf ose për një lloj të veçantë të tavafit. Satrul aura, mbulimi i avretit, po ashtu është prej vajxhibeve të namazit dhe tavafit. Wa aqallu al-ashwati ba'de fi'li al-akthar min at-tawaf az-ziyar. Nuk e di pse i komplikojnë këta arabët këtë shumë gjuhën. Pse në këtë formë i shprehen fjalit, i kanë merak me i kompliku. Aqallu al-ashwat, 3 sjelljet e pakta, ato janë 3 sjelljet e fundit, ba'de fi'li al-akthar, mos i të jetë sjell shumicën. Do thot mos 4-ve. Min tawaf az-ziyara.
që tavafi zjaret. Do thot, shkurt, pa e kompliku me fjalin e këtij. 4 sjelljet e para të tavafit janë farz. 3 sjelljet e tavafit të fundit janë vajib. Nëse haxhiu i ka bo 4 sjellje, e ka plotësuar farzin, e kalon vajibin, obligohet me therrje të kurbanit. Nëse haxhiu i ka bo vetëm 3 sjellje, ai nuk e ka plotësu farzin të tavafi zjaret, fa yajibul i'ada, ai detyrimisht duhet ta përsëris atë tavaf ose të ngel pa haxh, sepse bëhet fjalë për farzin. Prandaj po thot 3 sjelljet e fundit të tavafi zjare janë vajib, që ai që e lën 3 ose 1 prej tyre obligohet me therrje të kurbanit. Pastaj shkon me një fjali tjetër dhe thot terku el mahdhurat, largimi prej sendeve të ndaluara gjatë ihramit. Sepse ne e dim se ihrami quhet ihram për shkak se i ndalon disa veprime që në esencë janë të lejuara. Në esencë janë të lejuara, po kur e vesh ihramin ato ndalohen. Prej tyre cilët janë ato? Veshja keleps rrëgjuli el-mukhit, veshja e robeve të qepura për burrat, palto, këmish, pantallona, rrobat të cilët janë të qepura të rroba qepsi. Këto, secila prej tyre na vijnë më vonë, kur vim te ndalesat e ihrameve ka një temë, kryerja e veprimit kur obligon kurban, kur obligon sadaka, kur obligon më pak se sadaka, por këtu vetëm i përmend mënyrë taksative. Po, të ruhesh prej këtyre është vajib. Do të largohesh prej këtyre për ndalesave, vajib është të mos veshësh rrobe të qepura për burrat, kurse për gratë veshin rrobe të qepura. Mbulimi i kokës dhe fytyrës për burra. Mbulimi i kokës me kapuç, me diçka, dhe i fytyrës për burrat është me kruhi tahrimen, e kundërta është vajib që të mos i mbuloj pra. Mbulimi i fytyrës për gratë, sepse gratë e kanë farz me mbulu kokën, por është vajib të mos e mbulojnë fytyrën, duke qenë në ihram. Përdorimi i fjalëve të dyta është vajib të largohesh prej tyre. Grindjet dhe mosmarrveshjet, prlarjet, njerëzit, sharjet, ofendimet, ku e di une. Vrasja e gjahut, këto janë literaturë për në kohën kur Mekja ka qenë si ka qenë, se sot edhe me dashti me gjujt ka prollat i s'ka ku me gjujtin, mos e bo qitetaj. Po me që i ka përmend autori, po i përmendim edhe ne, sinjalizimi drejt gjahut, pra ti nuk e gjuhën gjahun si e gjatar, po ja ban me gisht ati gjatarit, o ja, ku është në shef, lepri për zemë, ose kaprolli, ose tregimi dhe udhëzimi për gjahut, e sinjalizon me gisht, ose të hajde unë të qojtë të shkallëzoj se ku është gjahu. Krejt këto janë mahdhurat, sende të ndaluara, dhe dispozita është vajib që të largohesh prej këtyre. Edhe njerë po i përsëriti dhe po përfundojmë me vajibët e haxhit. Braktisja ose lënja, lëshimi i vajibit të një vajibi gjatë kryerjes së haxhit obligon me therrje të kurbanit, andaj nuk është dispozit e lehtë, është shumë me peshë, edhe pse dispozita e merr hukmin e vlefshmërisë, po obligohet me, është një lloj kefareti, nëse mund ta themi, se nuk është kefaret kuptimin e kefaretit, por se obligohet me therrje të kurbanit. Mendoj këtu të përfundojmë këtë legjeratë, dhe legjëratën tjetër fillojmë me sunetet e haxhit
të cilat kanë të bëjnë me haxhin, me haxhiun, që janë shumë më shumë në numër se sa këto vazhibet dhe farzët që i përmendëm, dhe deri në ligjëratën tjetër, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.